Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ, ku në vim juftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Protestat kundër kryeministrit Edi Rama vijojnë prej 68 ditësh në qytete të ndryshme të vendit. Qytetarët kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit, krijimin e një qeverie teknike dhe hetimin e tij nga SPAK për akuzat që ata ngrenë për korrupsion dhe keqeverisje. Për 68 ditë me radhë, qytetarët vijojnë protestat kundër kryeministrit Edi Rama duke kërkuar largimin e tij nga detyra. Protestuesit shprehen se kërkesa për dorëheqjen e kryeministrit është e panegociueshme dhe paralajmërojnë se tubimet do të vijojnë deri në realizimin e këtij qëllimi. Në ditën e 68 të protestës, qytetarët janë mbledhur sërish përpara institucionit qendror duke përfshirë kërkesat e tyre për ndryshim politik. Përveç dorëheqjes së kryeministrit Edi Rama, protestuesit kërkojnë ngritjen e një qeverie teknike me mandat 12 mujor, si dhe hetimin e Edi Ramës nga prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ata akuzojnë qeverinë për keqeverisje dhe korrupsion, ndërsa shprehen të vendosur se protestat do të vijojnë deri në marrjen e një përgjigje për kërkesat e tyre. Këshilli Bashkiak i Klosit ka dalë kundër propozimit për bashkimin me Bashkinë MAT, pjesë e reformës së re administrativo-territoriale. Kryebashkiakja socialiste Valbona Kola deklaroi se do të zhvillohen dëgjesa publike në çdo fshat dhe se qëndrimi i bashkisë do të përcaktohet nga vullneti i qytetarëve. Kundërshtimin ndaj shkrirjes së Bashkisë Klos dhe bashkimit të saj me Bashkinë MAT kanë mbledhur një seancë e jashtëzakonshme Këshillin Bashkiak drejtues vendor të banorë të zonës. Mbledhja u zhvillua pas propozimit të mazhorancës parlamentare për reformën administrativo-territoriale, ndërsa këshilltarët bashkiak u shprehun unanimisht kundër ndryshimit të kufive vendor. Kryetaria e Këshillit Bashkiak Hasbie Dedolli bëri të ditur se mbledhja u thirr për të diskutuar dhe miratuar një qendrim zyrtar ndaj këtij propozimi. Këshilltarët deklaruan se do të ndjekin të gjithë rrugët ligjore për kundërshtimin e reformës, ndërsa nuk u përjashtuan edhe organizimin e protestave. Në mbledhje mori pjesë dhe kryetaria e Bashkisë Klos Valbona Kola, e cila sqaroi se propozimi për reformën ka mbërritur në institucionin 2 ditë më parë dhe tashmë nis periudha 6 ditore e konsultimit publik. Ajo bëri të ditur se do të zhvillohen dëgjesa me qytetarët në të gjitha njësitë administrative të bashkisë për të mbledhur qëndrimet e komunitetit. Kryebashkiaka Kola theksoi se qëndrimi zyrtar i Bashkisë Klos do të bazohet te mendimi i banorëve, ndërsa procesi i konsultimeve pritet të nisë në ditën e vijim në të gjithë territorin e bashkisë. Partia Demokratike ka kërkuar anulimin e menjëhershëm të tenderit 15 milion euro për blerjen e 3 avionëve për shuarjen e zjarreve, duke pretenduar se kompania fituese është përfshirë në çështje gjyqësore në Spanjë. Demokratët i bëjnë thirrje SPAK-ut të hetojë procedurën dhe përgjegjësit institucional. Partia Demokratike ka ngritur akuza ndaj qeverisë për procedurën e prokurimit me vlerë 15 milion euro për blerjen e 3 avionëve për shuarjen e zjarreve, duke kërkuar anulimin e menjëhershëm të tenderit dhe nisjen nga hetimi nga prokuroria e posaçme. Publikimi në media i dokumentacionit dhe informacioneve mbi tenderin prej 15 milion eurove për blerjen e 3 avionëve që shërbejnë për shuarjen e zjarreve, edhe një herë tjetër tregon si qeveria e Edi Ramës administron sigurinë dhe mbrojtjen kombëtare dhe si menaxhon paratë e shqiptarëve. Neni 381 parashikon: autoriteti kontraktor skualifikon çdo operator kur ka të dhëna se ai ka qenë ose është dënuar për një sër veprash penale, përfshirë falsifikim, korrupsion, mashtrim e të tjerë. 2. Në dokumentat standarde të tenderit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, shtojca 10 kërkon që ofertuesi të vetë deklarojë se nuk është dënuar për asnjë nga veprat penale të parashikuar në nenin 381 të ligjit. Në këto kushte, Partia Demokratike kërkon anullimin e menjëhershëm të procedurës dhe nisjen e hetimeve të thelluara nga SPAK për të penalizuar përgjegjësit. Deri më tani nuk ka pasur një reagim zyrtar nga Ministria e Mbrojtjes i lidhur me akuzat e ngritura nga Partia Demokratike. Mungesa e reshjeve dhe temperaturat e larta kanë ulur ndjeshëm nivelin e ujit në liçenin e Fierzës. Rezervuari më i madh në vend ka zbritur në kuotën 283.89 metra, ndërsa Kesh ka bler energji në treg për të garantuar furnizimin gjatë muajve të verës.
Niveli i ujit në liçenin e Fierzës vijon të bjerë për shkak të thatësirës së zgjatur dhe temperaturave të larta që kanë përfshirë vendin. Prurjet nga lumeni që furnizon rezervuarin më të madh hidroenergjik në Shqipëri kanë pësuar rënje të ndjeshme, duke bërë që niveli i liçenit të zbresë në kuotën 283.89 metra nga 296 metra që është niveli maksimal. Në hecin e Fierzës aktualisht janë në punë 3 nga 4 agregatët me një fuqi aktive prodhimi prej rreth 300 megawattësh. Përballë situatës së krijuar nga mungesa e rreshjeve dhe rritja e konsumit të energjisë gjatë periudhës korrik-shtator, për shkak të temperaturave të larta, korporata elektroenergjetike shqiptare kanë ndërmarrë masa për të garantuar furnizimin. Kesh ka blerë rreth 331.000 megawatt-orë energji elektrike në treg me një vlerë prej 41.5 milion eurosh. Autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve që të përdorin energjinë elektrike me kursim dhe përgjegjësi, duke shmangur konsumin e panevojshëm për të ndihmuar në ruajtjen e një furnizimi të qëndrueshëm. Situatë problematike nga zjarret në jug të vendit. Në Selenic flakët kanë lënë pas dëme të mëdha me hektar pyje pemtore dhe rreth 150 mjete të djegura, ndërsa në Mallakastër zjarri në masivin pyjor të Drenias ka dalë jashtë kontrollit dhe pritet ndërhyrja nga ajri. Zjarret vijojnë të mbajnë në alarm zonat jugore të vendit, ku pasojat e flakëve janë të dukshme në disa bashki. Në fshatin Peshkëpi të Selenicës, një ditë pas zjarrit masiv, pamjet nga tereni tregojnë dëme të konsiderueshme në sipërfaqe pyjore, pemtore dhe kultura bujqësore. Flakët kanë përfshirë zona të tëra me pisha, ndërsa në disa vende trunqet vijojnë të nxjerrin tym. Zjarri ka dëmtuar edhe vreshta, pemë are dhe kultura të tjera të banorëve të zonës. Pasojat janë ndjerë edhe në një pikë për pjesë këmbimi automjetesh, ku janë ndjegur rreth 150 mjete jashtë funksionit. Sipas banorëve, ndërhyrja për shuarjen e flakëve ka qenë e vështirë për shkak të përmasave të zjarrit dhe kapaciteteve të kufizuara të shërbimit zjarfikës. Në ndihmë të ekipeve vendase mbërritën forca nga Vlora dhe Himara. Banorët kërkojnë nga Bashkia Selenic verifikimin e dëmeve dhe marrjen e masave për dëmshpërblimin e tyre. Ndërkohë, kjo situatë kritike vijon edhe në Mallakastër, ku zjarri në masivin pyjor të Drenias ka dalë jashtë kontrollit. Era e fortë po favorizon përhapjen e shpejtë të flakëve, ndërsa tereni i vështirë dhe kushtet atmosferike kanë vështirësuar ndërhyrjen nga toka. Shërbimet zjarfikse vijojnë betejën me flakët për izolimin e vatrës, ndërsa autoritetet po përgatiten për ndërhyrje nga ajri. Pas përfundimit të operacioneve në zonën e Ngreçanit, ku situata u vu në kontroll, ndërhyrja ajrore pritet të orientohet drejt masivit pyjor të Drenias për të frenuar përfundimisht përhapjen e zjarrit. Tre persona janë arrestuar nga policia e Himarës në ndyshimin se shpërndanin lëndë narkotike në zonat turistike të Livadhit, Llamanit dhe plazhet të tjera të Bregdetit. Gjatë operacionit u sekuestruan 91 doza kokaine dhe kanabis. Policia e Himarës ka goditur një grup personash të dyshuar për shitje të lëndëve narkotike në zonat turistike gjatë sezonit veror. Në kuadër të operacionit antidrog të koduar Area janë arrestuar 3 persona, një 17 vjeçar dhe 2 të tjerë të moshave 24 dhe 40 vjeç. Sipas policisë, të arrestuarit dyshohet se shpërndanin doza kokaine dhe kanabisi në plazhet e Livadhit, Llamanit dhe zona të tjera bregdetare të Himarës. Gjatë kontrolleve fizike në automjete dhe në banesat ku 2 prej tyre qëndronin përkohësisht në Himar, u sekuestrua 91 doza lëndësh të dyshuara narkotike, një peshore elektrike, një automjet dhe një celular. Në fazën e parë të operacionit, policia arrestoi 17 vjeçarin me iniciale VK dhe 40 vjeçarin me iniciale DG, ndërsa gjatë kontrollit në banesën ku qëndronte ky i fundit, u gjendën 60 doza kokaine dhe kanabis të përgatitura për shitje në zona turistike. Ndërsa në fazën e dytë të operacionit u arrestua 24 vjeçari me iniciale RL, pasi në automjetin dhe banesën e tij u gjendën 31 doza kanabisi dhe një peshore elektrike. Policia deklaroi se kontrollet do të vijojnë në zonat bregdetare gjatë sezonit turistik me qëllim garantimin e rendit dhe sigurisë publike. Një 40 vjeçar shqiptar i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane është arrestuar në Durrës. Ai ishte dënuar nga Gjykata e Apelit të Venecias me mbi 11 vite burg për trafik droge dhe falsifikim dokumentash.
Policia e Durrësit ka finalizuar operacionin e koduar Wanted 36 duke vënë në pranga një person të shpallur në kërkim ndërkombëtar nga drejtësia italiane. Në pranga ka rënë shtetasi me iniciale OD alias OK 40 vjeç, i cili u lokalizua dhe u arrestua në lagje numër 12 të qytetit të Durrësit. Sipas policisë, arrestimi u krye nga seksioni për mbështetjen operacionale të hetimit në bashkëpunim me seksionin për hetimin e narkotikëve dhe trafiqeve, pas informacioneve të siguruara në rrugë operative për vendodhjen e tij. Sipas policisë, arrestimi u krye nga seksioni për mbështetjen operacionale të hetimit në bashkëpunim me seksionin për hetimin e narkotikëve dhe trafiqeve, pas informacioneve të siguruara në rrugë operative për vendodhjen e tij. 40 vjeçari ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar pasi gjykata e apelit të Venecias në Itali e kishte dënuar me 11 vite, 1 muaj burgim për veprat penale, trafikimi i lëndëve narkotike dhe falsifikimi dhe mbajtja e dokumenteve të rreme. Sipas të dhënave, ati kanë mbetur për të vuajtur edhe 4 vite e 15 ditë burgim. Ndërkohë, Interpol Tirana në bashkëpunim me autoritetet italiane po vijojnë procedurat për ekstradimin e tij drejt Italisë. Një aksident i trefisht është regjistruar në rrugën nacionale Sarand-Ksamil pranë zonës së manastirit. Nga përplasja e 3 automjeteve mbeten të plagosur 2 turistë spanjoll, të cilët u transportuan për ndihmë mjekësore. Një aksident i trefisht ka ndodhur mesditën e kësaj të entjeje në aksin nacional Sarand-Ksamil në afërsi të vendit të quajtur Manastir. 3 automjete janë përplasur me njëra tjetrën duke shkaktuar dëme të shumta materiale dhe plagosjen e disa personave. Menjëherë në vend ngjarje kanë mbërritur ambulanca dhe shërbimet e policisë, ndërsa 2 të plagosur janë transportuar drejt urgjencës së spitalit të Sarandës. Të plagosurit janë 2 turistë spanjoll, një 24 vjeçar dhe një 37 vjeçare, të cilët ndodheshin në Sarandë për pushime. Sipas bluzave të bardha, 24 vjeçari ka pasur dëmtime në pjesën e mesit dhe për shkak të gjendjes së tij është transportuar drejt spitalit të traumës në Tiranë, ndërsa 37 vjeçaria ka marrë dëmtime në kokë dhe vijon të marrë trajtim mjekësor në spitalin e Sarandës. Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave të aksidentit, ndërsa ende nuk është përcaktuar shkaku i përplasjes dhe përgjegjësia e drejtuesve të mjeteve. Vijoj me informacione nga Kosova. Dhomat e specializuara të Kosovës kanë njoftuar se deklaratat përmbyllëse në procesin gjyqësor ndaj Hashim Thaçit dhe 4 të bashkëpandehurve për pengim të drejtësisë do të mbahen në mesin e shtatorit. Ndërkohë, më 16 shtator pritet të shpallet vendimi në çështjen kryesore për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Dhomat e specializuara të Kosovës në Hag kanë caktuar datat 10, 11 dhe 14 shtator për mbajtjen e seancave ku do të paraqiten deklaratat përmbyllëse në procesin gjyqësor ndaj ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, si dhe Bashkim Smakajt, Isni Kilajt, Fadil Fazliut dhe Hajredin Kuçit, të akuzuar për pengim të drejtësisë. Sipas njoftimit të gjykatës, të pandehurit akuzohen se gjatë periudhës prill-nëntor 2023 kanë tentuar të ndikojnë dëshmitarët e thirrur nga prokuroria në procesin gjyqësor për krime lufte ndaj Hashim Thaçit dhe ish-krerëve të tjerë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ndaj Hashim Thaçit janë ngritur 3 akuza për tentim të pengimit të personave zyrtar në ushtrimin e detyrës dhe 8 akuza për shkelje të fshehtësisë së procedurës dhe mosbindje ndaj gjykatës. Bashkim Smakaj, Isni Kilaj dhe Fadil Fazliu përballen secili me nga një akuzë për tentim të pengimit të personave zyrtar dhe një akuzë për mosbindje ndaj gjykatës, ndërsa ndaj Hajredin Kuçit janë ngritur 2 akuza për mosbindje ndaj gjykatës. Të 5 akuzuarit janë deklaruar të pafajshëm. Procesi ndaj tyre nisi më 27 shkurt, ndërsa prokuroria përfundoi paraqitjen e provave më 13 mars. Ndërkohë, më 16 shtator pritet të shpallet afatgjykimi në procesin kryesor ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit, të cilët akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit të kryera gjatë luftës në Kosovë në vitet 1998 dhe 1999.
4 ish-krerët e UÇK-s akuzohen për vrasje, torturë dhe përndjekje, akuza që ata i kanë mohuar vazhdimisht duke u deklaruar të pafajshëm. Prokuroria ka kërkuar që secili prej tyre të dënohet me nga 45 vite burg. Gjatë procesit gjyqësor që zgjati rreth 3 vjet, dëshmuan mbi 130 dëshmitar, ndërsa u pranuan edhe 160 deklarata të tjera me shkrim. Të akuzuarit ndodhen në paraburgim në Hag që prej arrestimit të tyre në vitin 2020. Gjykata speciale ndon se pjesë e sistemit gjyqësor të Kosovës funksionon me gjyqtar dhe prokuror ndërkombëtar. Veprimtaria e saj ka qenë objekt debatesh dhe kritikash në Kosovë, ku një pjesë e opinionit publik e konsideron procesin të njëanshëm, pasi nuk trajton edhe krimet e kryera nga forcat serbe gjatë luftës. Kuvendi i Kosovës ka nisur punimet e legjislaturës së re me miratimin e komisionit të përkohshëm për verifikimin e mandateve. Seanca u shty pasi lëvizja vetëvendosje nuk paraqiti kandidat për kryetar të kuvendit, ndërsa vijoi negociatat mes partive politike për arritjen e një marrëveshjeje. Kuvendi i Kosovës ka nisur këtë të njëjtën seancën konstruktive të legjislaturës së re, duke hedhur hapin e parë drejt funksionalizimit të parlamentit të ri. Në nisje të punimeve u miratua përbërja e komisionit të përkohshëm për verifikimin e mandateve të deputetëve. Drejtuesi i seancës Zafnit Dehari u bëri thirrje subjekteve politike të propozonin përfaqësuesit e tyre në këtë komision, i cili u miratua me 118 vota pro dhe 1 abstenim. Ka 119 deputet të pranishëm në sallë. Në përbërje të komisionit janë Adnan Rustemi nga Lëvizja Vetëvendosje, përparim Gruda nga Partia Demokratike e Kosovës. Në përbërje të komisionit janë Adnan Rustemi nga Lëvizja Vetëvendosje, përparim Gruda nga Partia Demokratike e Kosovës, Besjan Mustafa nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Time Kadriaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Komisioni ka për detyrë të verifikojë mandatet e deputetëve të zgjedhur, një procedurë domosdoshme për konstituimin e kuvendit. Megjithatë, vijimi i seancës u ndërprej pasi Lëvizja Vetëvendosje nuk paraqiti kandidat për postin e kryetarit të kuvendit. Kreu i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti deklaroi se nevojitet më shumë kohë për negociata me partitë opozitare me synim arritjen e një marrëveshje politike dhe shmangjen e zgjedhjeve të reja. Kurti bëri të ditur se ka zhvilluar takime me kryetarin e PDK-s Bedri Hamza dhe kreun e LDK-s Lumir Abdigjiku, ndërsa theksoi se dialogu me LDK-n ka rifilluar pas një ndërprerjeje. Sipas tij, procesi i konstituimit të kuvendit nuk duhet të çojë në zgjedhje të parakohshme, ndërsa kërkoi kohë shtesë për të vijuar bisedimet edhe për çështjen e zgjedhjes së presidentit të ri. Pas këtij zhvillimi, drejtuesi i seancës Zafnit Dehari njoftoi shtyrjen e punimeve. Data e vazhdimit të seancës pritet të përcaktohet pas konsultimeve mes forcave politike. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishihemi në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.